Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ju uroj të gjithëve një ditë të bukur, një ditë të mbar dhe një fillim fundjavë pozitiv. Jam këtu pranë jush për të sjellur lajmet dhe për të komentuar në fakt ngjarjet më të fundit. Do të nisim tashmë me dy shenjë që gjithmonë na ka dhuruar dashuri, që gjithmonë na ka dhuruar pozitivitet dhe që ne në fakt gjithmonë kemi përjetuar emocionet më të bukura nga kjo dyshe. Po flas konkretisht për Brikenën edhe për Mateon. Briki dhe Mateo, kur ne flasim për në lajmet e tjera për ndryshime pozicionesh, për krisje, për ndarje, për zënka, për luftëra mes partnerit, dashurisë, marrëdhënies, Brikena dhe Mateo janë çifti më surprizues dhe çifti më pozitiv që në fakt unë kam komentuar. Ju të cilët më keni ndjekur me detaje, keni arritur ta kuptoni që unë gjithmonë, do të thënë kam patur atë mendimin tim në raport me Brikenën dhe Mateon dhe atë bindje në fakt për dashurinë e tyre. Dashuria e tyre është nga dashuritë më të vërteta. Dashuritë e vërteta kanë pikërisht këtë lëvizje. Të qëndruarit pothuajse 24/7 me njëri tjetrin, koha e ndarë me njëri tjetrin, fokusit e njëri tjetri, mesazhe të bukura në aspekt dashurie nëpërmjet dashurisë së tyre te njëri tjetri. Kjo tregon që marrëdhënia është shumë e bukur dhe është marrëdhënie shumë efektive. Tani, Briketa dhe Mateo kanë bërë lëvizje të shumta. Nuk është se kanë ndenjur me një vend, ëh. Do të thënë kanë pasur lëvizje jashtëzakonisht të bukura. Fillimisht një herë përzjodhen që këtë muaj në mjaltit të dashurisë së tyre ta nisin në Bodrum të Turqisë. Në Bodrum kaluan në mënyrë fantastike të dy bashk. Më pas u kthyen drejt Kosovës, aty ku kaluan disa ditë fantastike dhe shumë romantike me një melankolizëm, le ta themi, të natyrës, të gjelbërimit, të emocionit të natës, ajo thyerja mes yjeve, gjelbërimit, ambientit që ishte fantastike në Ferizaj dhe më pas, domethënë, nga Ferizaj udhëtuan drejt Shqipërisë, përsëri në Kosovë dhe në Ulqin në Malë të Zi. Domethënë Brikena dhe Mateo po shijojnë atë qetësinë e tyre, pushimin e tyre dhe po rimarrin në fakt energjinë e re për të rinisur në televizionin Top Channel më fuqishëm se kurrë. Përpos kësaj, unë shoh te Mateo një mision të përfunduar. Tani kur disa mua më thonë në Tiranë, po kjo dashuri është për interes, unë nuk e shoh të tillë. Për të dhënë konkluzion duhet të logjikojmë, duhet të përdorim trurin, ëh. Mateo Brikenën e ka patur ëndrrën e tij, e ka patur emocionin e tij shumë vite më herët. Do me thënë, vite më parë, Mateo dhe Brikena kanë ndarë momente, kanë ndarë emocione, kanë ndarë ndjesi, por ka patur një frikë në mes, por kur qëllimi jot dhe misioni jot është i pastër dhe ti ke qëllim të pastër, do me thënë, ke qëllim të prerë, me patjetër që ëndra jote bëhet realitet dhe Zoti pas 4 vitesh në pritje dhe në një plagë në zemër se si më la ajo, se çfarë i bëra unë, Zoti ja mundësoi Mateos që të jetë në krah me Brikenën, ta shijon momentin, ta shijojnë dashurinë dhe të kënaqen me njëri tjetrin. Do me thënë, kjo e tëra që ndodhi mes dyshes është vërtet një dhuratë nga Zoti, është një e mirë që Zoti në fakt ju a dha Mateos edhe Brikenës. Të dy të dashuruar, të dy të fokusuar te njëri tjetri, të dy duke jetuar momentin, sepse të qenurit vetëm larg kamerave, larg presionit të lojës, sepse ju nuk mund të thoni që Mateo dhe Brikena e njohën përfundimisht njëri tjetrin në Big Brother. Aty nisi zanafilla e gjës, do me thënë aty pan vlerat e njëri tjetrit që në të vërtet nuk i kishin parë, por Mateo dhe Brikena që kanë njohur më së shumti njëri tjetrin, e kanë njohur pikërisht gjatë kohës kur ato të dy kanë ndenjur të vetëm, kur ato të dy kanë ndenjur pranë njëri tjetrit dhe larg gjithçkaje dhe aty do me thënë kanë filluar që të njohin vlerat e njëri tjetrit dhe kanë krijuar këtë afrimitetin më të bukur dhe më të madh që kanë krijuar.
Të lidhësh bes në zemër është arma më e fuqishme që mund ta kesh në dashuri, sepse dashuria nuk është unas në gisht, dashuria nuk është aksesor, dashuria është bes në zemër. Dhe unë mendoj që Mateo dhe Brikena kanë lidhur këtë besën në zemër dhe kjo besa tani le ta themi në një farforme ju jep emocionin dhe forcën që ato të bëjnë këto lëvizje që bëjnë, të bëjnë byzilik me emrin dedikuar njëri tjetrit, të bëjnë dhurata me pamjen dedikuar njëri tjetrit dhe gjithçka tjetër që në fakt i kushtohet këtij çifti dhe kësaj dashurie. Unë uroj me zemër që gjërat që shkojnë gjithmonë kështu, domethënë nga ky çift presim shumë çka. Fillimisht njëherë presim një fejes shumë të madhe, sepse unë e di që Brikena do t'i bëjë të gjitha gjërat me tradita, pasi që është femër shumë tradicionale dhe do t'i bëjë të gjitha gjërat me tradita. Uroj me zemër që të na surprizoj të gjithëve me atë bukurinë e saj dhe emocionin që di ta bëj vetëm Brikena, që di ta fal vetëm Brikena dhe të na dhurojë një pozitivitet të jashtëzakonshëm. Domethënë, kemi shumë gjëra nga dyshja, vjen një shtator fantastik, po e përfundojnë sezonin veror me shumë surpriza të bukura, po e përfundojnë sezonin me shumë dashuri. Domethënë, na kanë dhënë shumë emocion, na kanë dhënë gjëra shumë të bukura dhe së fundmi po na japin edhe aksesor që në të vërtetë domethënë janë dhuratë shumë e bukur për njëri tjetrin. Unë uroj me zemër që gjithmonë në këtë formë t'ju shkojnë gjërat dhe të na vinë gjithmonë më të surprizuar se kur. Qofshin bashk, qofshin të bekuar, qofshin për jetë të dashuruar. Domethënë është e vetmja lutje që unë bëj për Brikenën edhe për Mateon. Dyshja ka vendosur që të gjithë muajin gusht, ashtu siç në fakt unë edhe e kam thënë gjithmonë që muajin gusht pasi që përfundoi procesi sportiv, muajin gusht t'ja kushtojnë vetes së tyre, t'ja kushtojnë dashurisë së tyre, t'ja kushtojnë momenteve të tyre, sepse s'ka më bukur se sa dashuron, s'ka më bukur se sa jeton dhe s'ka më bukur se sa ti dhuron emocione të jashtëzakonshme ndaj partnerit tënd, ndaj njeriu tënd, ndaj personit që ti e don. Domethënë nga Brikena dhe Mateo na presin shumë gjëra të bukura, që nga dasma deri tek jeta fantastike, sepse dashuria e vërtet nuk ka nevojë për fjalë, nuk ka nevojë për asgjë, dashuria e vërtet ka nevojë vetëm për dashuri. Dhe këtë gjë ne nga Brikena dhe Mateo pothuajse e marrim çdo ditë, e jetojmë çdo ditë, e shijojmë çdo ditë dhe çdo ditë e kalojmë në formën më të mirë me këtë dyshe. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV, aty ku në fakt ne do të postojmë gjithçka dhe do t'i nxjerrim të gjitha lajmet që kanë të bëjnë me çiftet. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu pranë jush tashmë për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të flas për një dyshe që realisht na dhurojnë adrenalin, na dhurojnë pozitivitet dhe na bëjnë që të futemi brenda dashurisë së tyre, brenda marrëdhënies së tyre, brenda jetës së tyre. Flas pikërisht për Selinën dhe për Gimbon. Selina dhe Gimbo kanë qenë në qendër të vëmendjes nga publiku se çfarë po ndodh me këtë dyshe. Janë shumë modest, më kanë thënë Tiranë, janë shumë të vërtet, nuk bëjnë asnjë gjë për klikime, thjesht janë duke shijuar dashurinë e tyre. E pra kjo është dashuria sinqert, kur raportin e tyre e përdorin për dashuri të vërtet dhe jo për interes. Në disa pyetje të pyetura nga publiku në Instagramin të Selin Bollati, Selin ka dhënë disa përgjigje shumë pozitive, ku është pyetur për marrëdhënien e saj, ku është pyetur për lidhjen e saj, ku është pyetur për jetën e saj, për dashurinë e saj, për partnerin e saj dhe përgjigjet e Selinës kanë qenë përgjigje shumë interesante. Në pyetjen e parë se ku e gjen qetësinë, Selina ka thënë që qetësia ime, motivimi im, bota ime është pikërisht Gimbo. Unë këtë gjë e kam thënë për ju që më ndiqni në fakt gjithmonë, unë kam thënë që Selina dhe Gimbo janë vërtet dhuratë nga Zoti për njëri tjetrin. Janë të lindur për njëri tjetrin, kanë të njëjtin karakter, kanë të njëjtën natyrë, janë pothuajse i njëjti çift dhe dinë gjithmonë të dhurojnë atë dashurinë, të dhurojnë atë pozitivitetin ashtu siç në fakt e marrin. Domethënë janë dashuri për njëri tjetrin.
Nga ana tjetër, kur është pyetur se me çfarë merret Selin, domethënë Selin ka zbuluar një detaj shumë interesant që ka thënë që unë punoj ditën ndërsa Gimbo punon natën. Kjo është ajo që ne na siguron të ardhmen. Selina nuk është se ka shkruar në mënyrë të detajuar se çfarë pune bën ajo, por do me thënë që Selina merret me një lloj aktiviteti dhe siguron të ardhura, kjo është e pa diskutueshme. Do me thënë Selina ka nisur një ndoshta mini biznesin e saj që e ushtron pothuajse çdo ditë. Çifti çdo ditë po na ndan momente të bukura. Gimbo dhe Selina së fundmi kanë qenë në për pushime të ndryshme, do me thënë ato udhëtime 2 ditore në plazhin shqiptar. E kanë konfirmuar tashmë që jetojnë bashkë në të njëjtën shtëpi dhe besoj që të qëndruarit bashkë bashkëjetesa ju ka dhënë vërtet një anë pozitive, ju ka dhënë vërtet një moment të bukur dhe po e shijojnë pafund këtë momentin, po jetojnë pafund adrenalinën. Unë uroj me zemër që gjithmonë në këtë formë t'ju shkojnë gjërat dhe Zoti t'i bekoj me të mira dhe me dashuri. Më shkruani në koment si e shikoni ju dashurinë e Selinës dhe Gimbos. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Rëfi me Jete. Në fakt, sot po ndaj një lajm shumë të bukur me të gjithë ju ndjekësit edhe fansat e Luizit, fillimisht një herë për t'ju uruar edhe për t'ju uruar dhe Luizit gjithashtu suksese në këtë rrugtim të ri. Louise Ailey ditën e sotme e ka bërë edhe publike tashmë promon e emisionit të tij të ri. Louise Ailey po sjellën emisionin e tij më të ri. Emisionin që do të mbërthen të gjithë audiencën shqiptare, emisionin që do të bën për vete të gjithë shqiptarët, emisionin që në fakt do ta duartrokasim, do ta duam, do ta mbështesim. Live me Luizin quhet emisioni maraton që do të vijë çdo të premte në televizionin Top Channel. Luizi në mënyrë të detajuar na ka folur për këtë emision, do t'jetë një talk show, do me thënë, do t'jetë një night show me Luizin, ku brenda saj do t'ketë vërtet një zjarë. Ashtu si që në fakt është publikuar edhe promoja e këtij emisioni, ku në qendër të vëmendjes është zjarri, që do me thënë Luizi do ta djegën fare me këtë emision, formati i këtij emisioni me patjetër që do t'jetë zjarr. Tani duke njohur karakterin e Luizit, duke njohur natyrën e Luizit, duke njohur personazhin e Luizit, besoj që do të sjellën vërtet një super emision që do të na mbërthen të gjithëve për ekrani, që do ta duartrokasim, do ta duam dhe do ta shijojmë pafund këtë emision. Do të thënë, do të jemi pranë tij në të gjitha format. Luizi do të jetë më i ndjekuri. Promoja që në momentin e parë ka marrë një vëmendje shumë të madhe, kjo tregon që do të thënë publiku është gati për ta mbështetur Luizin, për ta duartrokitur Luizin dhe për t'i qëndruar pranë në këtë rrugtim kaq të bukur dhe në këtë rrugtim shumë domethënës. Domethënë është një rrugtim që Luizi për herë të parë në fakt do të shpreh këtë dimensionin e tij të moderimit, këtë dimensionin e tij për të zbuluar atë diçka nga brenda të njerëzve që nuk e kanë thënë. Do me thënë është një emision shumë gjithanësh që besoj që do të na bëj për vete dhe do ta shijojmë pafund. Shoh një lloj krenarie te Luizi, shoh një lloj kënaqësie sepse ka arritur që të realizojë dëshirën e madhe të tij dhe kjo gjëja është duartrokitur dhe është mbështetur shumë nga Luizi dhe nga të gjithë shqiptarët. Unë e di që ky emision, do me thënë është një nga emisionet që do të na bëj për vete, është një emision që për brenda përmban shumë ngjyra, më besoni studioja. Do me thënë ashtu siç janë ato ngjyrat, ashtu do të jetë edhe esenca e gjës. Do të ketë rrëfime historish, do të ketë rrëfime historish të dhimbshme, të suksesit, të pathëna që kur ndoshta nuk i kanë thënë personazhet publik që ne i prekim nga jeta e tyre, do të ketë muzikë, do të ketë adrenalin, do të ketë harre dhe me patjetër do të ketë nga pak çdo epizod nga eksperienca e jetës së Luizit. Do me thënë është një super gjigant emision që do të vijë çdo javë në televizionin Top Channel. Luizi tashmë vetëm ka filluar drejt këtij rrugtimi. Unë uroj të gjitha të mirat dhe besoj që do të jetë një ndryshim rrënjësor tek Luizi, duke zbuluar edhe dimensione që ndoshta edhe Luizi nuk i dije që i ka.